19 mars 2002, është mesi i natës, dhe një furgon i zi po shpejtonte nëpër rrugët e Londrës. Brenda janë disa oficerë të policisë britanike dhe të paktën një agent i shërbimit sekret. Objektivi i tyre është një apartament dukshëm i parëndësishëm në rajonin e Wood Green. Pasi mrrin, oficerët kërcejnë nga furgoni dhe vrapojnë drejt apartamentit. Ata thyejnë shpejt derën dhe i mobilizojnë një të ri dhe të dashurën e tij. Megjithatë, këta dy nuk janë objektivi i tyre kryesor. Në vend kësaj, ishin kompjuterat e tyre. Oficerët konfiskojnë shpejt të dy kompjuterat e tyre dhe çdo pajisje ruajtëse të dhënash në apartament. Burri, Gary McKinnon, hidhet në pjesën e pasme të furgonit dhe ai mund vetëm të shikojë, ndërsa agentët marrin në mënyrë të paligjshme sendet e tij. Po atë natë, të gjitha artikujt e konfiskuar merren menjëherë në një aeroplan privat dhe dërgohen në Shtetet e Bashkuara, konkretisht në selinë e Departamentit të Mbrojtjes, të njohur si Pentagon. Një haker britanik akuzuar për thyerje në sistemet e Pentagonit dhe NASA-s, por një prokuror amerikan e quan hakimin më të madh të kompjuterit ushtarak në të gjitha kohrat. Isha në kërkim të teknologjisë së shtypur të referuar si teknologji UFO. Mendoj se është sekreti më i madh i mbajtur në botë. A gjetet atë që po kërkoje? Po, ekziston teknologji UFO. SBA-ja tha se e donte të ekstraduar. Apeloi tek Obama dhe tek Gordon Brown. A duan hakerin e parë të kompjuterit ndonjëherë të ekstraduhet të jetë një tip që kërkon UFO? Amerikanët thonë se McKinnon është terrorist kibernetik që shkaktoi pothuajse £500,000 dëme në kompjutera ushtarak. Janë ora 2 e mëngjesit dhe ndërsa të gjithë janë duke fjetur, Gary McKinnon është ulur në kompjuterin e tij. Ai po pi duhan dhe po lexon disa dokumenta private që i përkasin Universitetit të Oxfordit. Megjithatë, ai nuk ka asgjë të bëjë me universitetin. Në fakt, ai nuk kishte qenë kurrë atje, por hakimi i Universitetit të Oxfordit, si dhe disa bizneseve, ishte vetëm një provë, një përgatitje për objektivin e tij përfundimtar. Hakimi i qeverisë së SBA-s. Pa shkuar në shtrat, ai rivendos sistemin e tij, ndez bashkimin e tij dhe fillon menjëherë skanimin e adresave IP të Pentagonit për porta të cënueshme, dhe pas vetëm disa minutash, ai gjen një portë të hapur, 139. Qëllimi i saj është të ekzekutojë shërbimin NetBIOS, i cili në thelb ndan skedarët në pajisje të ndryshme brenda rrjetit, dhe pasi u kompromentua, i dha McKinnon një rrugë të drejtë në rrjetin e Pentagonit. McKinnon lundron nëpër rrjet dhe shpejt gjen një makinë aktive për t'u lidhur. Megjithatë, ajo kërkon një fjalë kalim, por McKinnon provon diçka të pazakontë, duke klikuar vetëm butonin e lidhjes, dhe funksionoi. Pra po thoni se keni gjetur kompjutera që kishin një status të rangut të lartë, status administratori, që nuk kishin vendosur fjalëkalimet e tyre? Ato ishin ende të vendosura në parasgjedhje? Po, saktësisht. Hapi tjetër ishte instalimi i softwarit të kontrollit në distancë, remotely anywhere, në kompjuterin që kishte akses, dhe edhe njëherë, gjithçka funksionoi. Gjatë disa muajve të ardhshëm, McKinnon përdori këtë makinë për të infiltruar kompjutera të tjerë, ndërsa lexonte një grup skedarësh të klasifikuar. Ai has në një skedar të çuditshëm Excel me titullin Oficer jo toksor. Dokumenti përmbante 10 emra që ishin pjesë e disa transferimeve nga flota në flotë. Kjo ishte fitoria e parë kryesore e McKinnon dhe një shenjë se ai ishte në rrugën e duhur për të gjetur prova të forta të UFO-ve. Rastësisht, Stephen M. Greer botoi librin e tij Disclosure rreth të njëjtit kohë dhe bëri këtë zbulim. Libri është një përmbledhje e qindra dëshmive të personelit qeveritar dhe ushtarak rreth UFO-ve, dhe një nga ato dëshmi ishte nga një grua e quajtur Donna Hare. Gjatë viteve 70 dhe 71, unë punova në ndërtesën 8 të NASA-s për një kontraktor, Philco Ford. Hyra në laboratorin e fotografisë dhe në një nga panelet e fotografisë, u pash një pikë të bardhë të rrumbullakët. Thash, a është ky një UFO? Dhe ai po më buzëqesh dhe thot, nuk mund ta them atë, nuk mund ta them atë. Siç kemi parë, Hare ofron vendodhjen e saktë të vendit ku manipulimi i dyshuar i fotografisë UFO ndodhi, dhe në libër ajo shton se ndërtesa 8 ishte pjesë e qendrës hapësinore Johnson. McKinnon nuk kishte nevojë për asgjë tjetër dhe filloi të punojë duke përdorur të njëjtën teknikë si më parë. Ai fitoi akses në rrjetin e qendrës hapësinore Johnson dhe shpejt gjeti një makinë të pambrojtur.
McKinnon përdori këtë kompjuter për të skanuar rrjetin për komente rreth ndërtesës 8 dhe sigurisht kishte një grup makinash të lidhura me ndërtesën 8, por në kontrast me ushtarakët, shumica e këtyre kompjuterve ishin të siguruar. Megjithatë, McKinnon kishte nevojë vetëm për një makinë të pambrojtur. Nëpërmjet këtij kompjuteri, ai arriti të modifikojë privilegjet e rrjetit për të fituar akses në çdo kompjuter tjetër, dhe ai filloi kërkimin e tij nëpër materialin sekret të ndërtesës 8. Ai has në filma lunar, teknologji të çuditshme aerospaciale dhe një grup gjërash të tjera që nuk I kishte parë kurrë më parë, por një gjë ende mungonte: provat e UFO-ve. Për më tepër, McKinnon kishte kaluar tani disa orë duke kërkuar nëpër kompjuteret e ndërtesës 8 dhe po afrohej koha që punonjësit e ndërtesës 8 të ktheheshin në zyrat e tyre. McKinnon duhet të ishte shkëputur për ditën, por vendosi të lidhet me edhe një kompjuter. Dhe këtë herë kishte vetëm 2 dosje në desktop, të përpunuara dhe të papërpunuara. Ai pushon për një sekond, merr një të thithur nga bashkimi I tij dhe klikon në dosjen e papërpunuar. 10 skedar fillojnë të ngarkohen në një format skedari që nuk e ka parë kurrë më parë. Ai klikon shpejt në skedarin e parë dhe papritur shfaqet një vijë e vogël në ekran. Momente më vonë ajo zgjerohet poshtë, është një fotografi. McKinnon pastaj shikon një orë që ai ka vendosur në kohën e SBA-s, 7:59 minuta. Vetëm disa minuta kanë mbetur përpara se punonjësit e ndërtesës 8 të fillojnë punën. Koha po kalon dhe imazhi ende ngarkohet dhe mund të jetë shansi I vetëm I McKinnon për të gjetur prova për të vërtetuar obsesionin e tij me UFO-t. Ajo që erdhi në ekran ishte e mahniqme. Ishte kulmi I të gjitha përpjekjeve të mia. Ishte një fotografi e diçkaje që, me siguri, nuk ishte e bërë nga njeriu. Ishte mbi hemisferën e tokës. Ishte në formë cigare. Kishte kupola geodetike lart, poshtë, në të majt, në të djaft dhe në të 2 skajet e U. Dhe megjithse ishte një fotografi me rezolucion të ulët, ishte shumë afër. Kjo gjë ishte e varur në hapësirë. Hemisfera e tokës ishte e dukshme poshtë saj. Megjithatë, në të njëjtën kohë që McKinnon po festonte, një nga punonjësit e ndërtesës 8 hyri në zyrën e tij, dhe për habin e tij, një nga kompjuterat ishte I ndezur. Papritur McKinnon sheh kursorin duke lëvizur shpejt në mënyrë vetjake. Qendra Kombëtare e Mbrojtjes së Infrastrukturës, Washington DC, fillimi I vitit 2002. Është vonë në mbrëmje kur telefoni papritur fillon të bjerë. Një nga punonjësit përgjigjet në telefonat dhe merr një mesazh të papritur. Një nga faqet e internetit të ushtrisë ishte hakuar. Politika e jashtme e SBA-s është e ngjashme me terrorizmin e sponsorizuar nga qeveria këto ditë. Nuk ishte një gabim që kishte një ulje të tillë të madhe të sigurisë në 11 shtator vitin e kaluar. Unë jam solo. Do të vazhdoj të shqetësoj në nivelet më të larta. Disa orë më vonë, telefoni fillon të bjerë përsëri dhe sigurisht është një mesazh tjetër misterios. Dhe këtë herë thoshte thjesht: "Siguria juaj është mbeturina. Solo." Gjatë disa javëve të ardhshme, mesazhet e Solo fillojnë të shfaqen në rrjetet për NSA, Marinën, DOD dhe madje edhe FBI. Diçka e çuditshme po ndodhte, dhe ndërsa specialistët filluan të gjurmojnë gjurmët e sulmuesit, të gjitha tregonin drejt një vendi: Anglia, konkretisht në rajonin e Wood Green, dhe më në fund, ata zbuluan saktësisht nga cili ndërtesë po vinin sulmet. 19 mars 2002. McKinnon po fjet me të dashurën e tij, kur policia shpërthen në përderën e tij. E arrestojnë atë dhe konfiskojnë gjithçka që mund të jetë përdorur për të kryer veprat e tij. Ata shkelën ligjin gjithashtu. Ata morën hard diskun tim atje dhe e mbajtën. Megjithatë, sepse McKinnon u arrestua sipas aktit të keqpërdorimit të kompjuterit, policia britanike I tha atij që nëse ai pranonte krimet e tij, do t'i sillte jo më shumë se 6 muaj shërbim komunitar. McKinnon ra dakord të pranoj krimet e tij dhe priste të kryente 6 muajt e tij. Megjithatë, kjo nuk është ajo që ndodhi. Vetëm disa javë pas arrestimit e tij, SBA lëshoi një urdhër arresti për McKinnon. Ata pretenduan se McKinnon kishte bërë shumë më tepër se sa të lexonte disa skedar dhe e akuzuan për 7 akuza të krimeve të lidhura me kompjuter në 14 shtete të SBA-s. Gjëja tjetër që di, nëntor 2002, 6 muaj janë kthyer në 60 vjet në një burg amerikan. Pse mendoni se ajo dënim është e përshtatshme për ju?
po përpiqen të trembin të gjithë larg, nga të mos e bëjnë atë, kështu që unë jam i madh. Jam djali i posterit anti-Hakim, e dini? Kjo është arsyeja, pse mendoni se po? Përpiqen të imponojnë një dënim kaq serioz. Pse po thonë se po imponojnë? Thonë se kam dëmtuar çdo makinë në të cilën isha. Gjithashtu thonë se për të qenë një shkelje e ekstraditueshme, duhet jetë me vlerë 1 vit në burg. Për të qenë me vlerë 1 vit në burg, duhet jetë $5.000 dëme. Dhe sikur me magji, ja ku është çdo makinë në të cilën jam, është $5.000 dëme. Pra, edhe pse McKinnon kishte bërë tashmë një marrëveshje me autoritetet e MB-s dhe kishte rënë dakord të pranonte krimet e tij, ai tani ishte në rrezik të kalonte pjesën tjetër të jetës së tij në një burg amerikan. Gjithçka që nevojitej ishte që SBA-ja të lëshonte një kërkesë ekstradimi për NMB, dhe kjo është saktësisht ajo që ndodhi. Ishte mesi i natës kur dikush trokiti në derën e McKinnon dhe për një surprizë, 2 oficer policie të Scotland Yard po e prisnin atë. E quan në stacionin e policisë dhe shpjeguan se procedurat e ekstradimit po fillonin. Megjithatë, nëna e McKinnon dhe avokati i tij, Karen Toddler, ishin të shpejtë për të lëvizur dhe atij ju dha liri me kusht ditën tjetër, por një gjë ishte shumë e qartë. Përveç nëse McKinnon dhe ekipi i tij prodhuan një plan master, ai do të kalonte pjesën tjetër të jetës së tij në një burg amerikan. Armiku i parë i McKinnon në procedurat ishte Mark Summers, një avokat që përfaqësonte Shtetet e Bashkuara. Ai vazhdoi të mbrojë akuzat e SBA-s për të gjitha dëmet që McKinnon kishte shkaktuar, duke pretenduar se ishte një lëvizje e llogaritur dhe e qëllimshme për të dëmtuar qeverinë e SBA-s. Megjithatë, ana e McKinnon luftoi, duke pretenduar se SBA-ja nuk ishte dhënë kurrë prova për asnjë prokuror, dhe kjo u mbështet nga shërbimi britanik i prokurorisë së kurorës, i cili më vonë do të thoshte, provat që kemi nuk vijnë afër reflektimit të kriminalitetit që pretendohet nga autoritetet amerikane. Në mënyrë të çuditshme, edhe pas një provë substanciale, sekretari i brendshëm i MB-s, John Reed, konfirmoi ekstradimin e McKinnon në korrik të vitit 2006, por ekipi i McKinnon ishte përgatitur për këtë moment, duke kërkuar apelime për çdo autoritet të lidhur, dhe edhe pse ato u refuzuan gjithmonë, e ngadalsoi të gjithë procesin e ekstradimit. Por gjëja më e rëndësishme që ata bën ishte të mobilizojnë publikun kundër traktatit të ekstradimit të MB-SBA. Është thjesht e gabuar për këtë qeveri të ketë nënshkruar një traktat në fshehtësi i cili i shet të drejtat tona poshtë lumin, ndërsa mbron të drejtat e qytetarëve amerikan, dhe me siguri është e gabuar të dërgosh një të ri të cënueshëm në fatin e tij në Shtetet e Bashkuara, kur ai mund dhe duhet të gjykohet këtu në vend kësaj. Është thjesht një çështje e bërjes së gjëjes së duhur. Gordon Brown tha një herë se kishte një busull morale, por më duket se në këtë çështje ai humbi seriozisht atë busull ovrale. Ai duhet ta gjejë shpejt. Gjykoni Gary McKinnon këtu në shtëpi. Mbrojeni. Mbrojni të drejtat e tij, por gjithashtu mbrojni të drejtat e të gjithë qytetarëve britanik. Shihni, sipas këtij traktati të ekstradimit, SBA-ja mund të kërkojë ekstradimin e çdo rezidenti të MB-s, pa dhënë asnjë provë për krimet që personi supozohej se ka kryer, ndërsa MB-ja duhet të jetë në gjendje të ofrojë prova që personi ka kryer një krim për të kërkuar ekstradimin e një rezidenti të SBA-s. Dhe ky lëvizje anti-ekstradim u bë aq e madhe sa që më në fund arriti në dhomën e komuneve në 2011, ku Dominic Raab kërkoi një rishikim serioz në ligjin e ekstradimit. Ai përmendi rastin e Gary McKinnon si shembullin kryesor për nevojën për të ndryshuar dhe kërkoi të injektojë një dozë gjykimi të shëndosh në regjimin empir të ekstradimit. Më në fund, situata u nxeh aq shumë sa që kryeministri i MB-s David Cameron duhej të organizonte një takim me Obama për çështjet e ekstradimit. Në pyetjen tuaj të dytë, zoti McKinnon, tani është në duart e sistemit ligjor britanik. Kemi besim në sistemin ligjor britanik që arrin në një përfundim të drejtë dhe kështu ne presim zgjidhje dhe do të jemi të respektueshëm ndaj atij procesi. Por edhe pse Obama dukej se ishte në rregull me MB-n që e ndiqte penalisht McKinnon, rrjedhjet nga fundi i vitit 2009 tregojnë një pamje të ndryshme.
Në këto rrjedhje, kryeministri Gordon Brown kërkoi në fshehtësi nga administrata Obama që ta lejonte MB-n të trajtonte rastin, megjithatë kërkesa e tij u refuzua në privat. Për më tepër, gjatë bisedimeve midis diplomatëve amerikanë dhe avokatëve të McKinnon, një diplomat pretendoi se disa njerëz në qeverinë e tyre dëshironin që Gary McKinnon të skuqej, nënkuptuar një ekzekutim përmes karriges elektrike. Rastësisht, këto shënime u zhdukën në mënyrë misterioze nga zyra e avokatit të McKinnon vetëm ditë më vonë dhe laptopi i përdorur nga një soliciter i shoqërues për të transkriptuar takimin u vodh gjithashtu nga makina e tij. Pra, nëse SBA-ja dëshironte ndonjëherë një gjykim të drejtë ose madje respektonte jetën e Gary McKinnon, është një pyetje e mirë. Megjithatë, kthehu te historia. Pas takimit me Obama, David Cameron njoftoi se sekretarja e brendshme Theresa May kishte marrë përgjegjësinë për të marrë vendimin përfundimtar për ekstradimin. Pas vitesh lufte dhe pas shterimit të çdo opsioni që kishin, ata po prisnin të merrnin verdiktin e tyre përfundimtar. Që kur erdha në zyrë, çështja e vetme për të cilën më është dashur të marr një vendim është nëse ekstradimi i zotit McKinnon në Shtetet e Bashkuara do të shkelte të drejtat e tij të njerëzit. Zoti McKinnon akuzohet për krime serioze, por gjithashtu nuk ka dyshim se ai është seriozisht i smur. Ai ka sindromën e Asperger dhe vuan nga sëmundje depresive. Pyetja ligjore para meje është tani nëse shtrirja e asaj sëmundjeje është e mjaftueshme për të parandaluar ekstradimin. Si çdo të pritej nga dhoma, ka marrë parasysh me shumë kujdes përfaqësimet e bëra në emër të zotit McKinnon, duke përfshirë nga një numër klinicistësh. Ka marrë këshillën time mjekësore nga praktikantë të rekomanduar për mua nga oficeri kryesor mjekësor dhe ka marrë këshilla të gjera ligjore. Pas konsideratës së kujdesshme të gjithë materialit relevant, kam konkluduar se ekstradimi i zotit McKinnon do të shkaktonte një risk aq të lartë për të që të përfundoj, që një vendim për ta ekstraduar do të ishte i papajtueshëm me të drejtat e njeriut të zotit McKinnon. Prandaj kam tërhequr urdhrin e ekstradimit kundër zotit McKinnon. Siç ndoshta vut re, Theresa May përmend se McKinnon është seriozisht i smur, dhe kjo është diçka që luajti një rol të madh në betejën e ekstradimit. Në vitin 2008, McKinnon u diagnostikua me sindromën e Asperger, një çrregullim neurozhvillimor në të cilin personi ka vështirësi me ndërveprim social, zbashku me modele të kufizuara përsëritse të sjelljes dhe interesave. Kjo ndihmon të shpjegoj pse ai ishte aq i obseduar me UFO-t. Megjithatë, ai gjithashtu ishte diagnostikuar me depresion të rënd pak më vonë. Kombinimi i këtyre dy çrregullimeve ishte jashtëzakonisht i rrezikshëm, dhe doktori McKinnon pretendoi se nëse ai do të ekstradohej, ai jo vetëm që mund të ishte një rrezik i madh për të tjerët, por gjithashtu për veten e tij. Gjendja e tij tmerrshme fizike dhe mendore në kombinim me rishikimet e ligjeve të ekstradimit çuan në fund në Theresa që bllokoi ekstradimin. Megjithatë, jo vetëm që McKinnon u dëmtua psikologjikisht nga kjo betejë 10 vjeçare, nëna e tij Janice Sharp u ndikua gjithashtu rënd nga lufta dekade gjatë. Si ka ndikuar e gjithë çështja në jetën tuaj dhe atë të më të afërmve tuaj përveç Gary? Po, në thelbe vë në pritje. Nuk mund të bësh asgjë sepse nuk di se çfarë rezervon e ardhmja, dhe për shkak se është djali im, është në mendjen time çdo sekond të çdo dite të zgjuar. Mendoj se si mund ta luftoj, kë mund të kontaktoj, çfarë mund të bëj, pra nuk ke një jetë tjetër. Gjithashtu, sa i përket fitimit të jetesës, është shumë e vështirë sepse nuk ke kohë. Kjo është 24/7. Njerëzit imagjinojnë që kemi seli të fushatës, nuk kemi. Kemi mua përpara një kompjuteri dhe unë thjesht ulem deri në orën 4 të mëngjesit ndonjëherë, nuk mund të ndaloj. Dhe kështu për Gary është më e keqja e të gjithave, sepse vetëm ai po përballet me të qenit drejtuar atje, por për të gjithë është në fakt 8 vjet torturë. Shihni, Sharp ishte më shumë se vetëm mbështetja emocionale të McKinnon. Ajo organizoi dhe mori pjesë në të gjitha protestat dhe mobilizoi mijëra njerëz për të mbështetur kauzën e tyre. Duke bërë këtë, ajo jo vetëm që shpëtoi djalin e saj, por gjithashtu luajti një rol të madh në krijimin e një përditësimi të ligjit të ekstradimit, njohur si Forum Bar, e cila do të lejonte gjykatat britanike të pezullonin çdo ekstradim nëse ata ndjenin nevojën për ta bërë këtë. Të sjellësh forum në mënyrë që kjo me fat nuk do t'i ndodhi askujt tjetër, është absolutisht e pabesueshme. Më vjen keq.
Ka qenë një montanje ruse emocionale, kështu që nuk jam shumë artikulate sot. Jam e mbërthyer, jam jashtëzakonisht e lumtur. Dua të them faleminderit Theresa May, sepse ishte një vendim jashtëzakonisht i guximshëm të ngrihesh ndaj një kombi tjetër aq të fortë dhe të fuqishëm sa Amerika është, i rrallë, dhe ajo kishte guximin ta bëjë atë, dhe unë gjithmonë ndjeva se ajo kishte forcën për të dalë dhe për ta bërë këtë, dhe gjithashtu për të ndryshuar traktatin e ekstradimit. Është ne të gjithë së bashku, e kemi bërë. Kemi fituar për personin e vogël, jo vetëm elitën e privilegjuarve, por për personin e vogël, dhe kjo është një arritje pa besueshme, dhe faleminderit të gjithëve këtu, sepse e keni bërë të gjithë, çdo njëri prej jush. Faleminderit. Për këtë segment të videos, do të shikojmë videon e famshme UFO FLIR që u verifikua nga Pentagoni në 2019, mbi 15 vjet pas hakimit të McKinnon, dhe ta krahasojmë me zbulimin e McKinnon. Spari, McKinnon tha se ishte në formë cigare. Mund të shohim se Tic-Tac UFO nuk është saktësisht në formë cigare. Megjithatë, David Fravor, një nga pilotët, tha se ishte rreth 40 këmbi gjatë. Kështu që një përshkrim Tic-Tac ose formë cigare do të ishte një përshkrim i përshtatshëm për anijen. Më pas, duket se ka kupola në mes, në fund dhe në krye të anijes, por nëse ka ndonjë kupol në ekstreme, është diçka që nuk mund ta themi. Për më tepër, David Fravor konfirmoi përshkrimin e Gary McKinnon të një sipërfaqeje që nuk kishte asnjë çarje ose elemente kontrolli të dukshme si tilla si krah. Së fundmi, edhe pse mund të duket e dukshme, Fravor gjithashtu tha se anija erdhi nga hapësira, e cila do të përputhej me detajin përfundimtar të fotografisë, e cila ishte bërë në orbitë të ulët. Pra, edhe pse ka mbi 15 vjet diferencë midis zbulimit të Gary McKinnon dhe lëshimit të videos Tic-Tac, ato duken të jenë në mënyrë të çuditshme të ngjashme. Ja vlen të theksohet gjithashtu se incidenti Tic-Tac ndodhi në 2004 dhe edhe pse u raportua nga të gjithë pilotët, Fravor pretendoi se nuk u hetua zyrtarisht, gjë që, duke pasur rrethanat, duket mjaft e çuditshme dhe është diçka që Fravor gjithashtu theksoi gjatë dëshmisë së tij. Përbëhet edhe më e çuditshme kur kuptojmë se procesi i ekstradimit të McKinnon dhe incidenti Tic-Tac ndodhen rreth të njëjtit kohë. Është pothuajse sikur dikush dëshironte që çdo gjë e lidhur me UFO-t dhe në veçanti ky lloj anijeje të mbetej në errësirë. Por le të largohemi nga incidenti Tic-Tac dhe të krahasojmë rastin e ekstradimit të McKinnon me disa hakerë të tjerë të MB-s që infiltruan qeverinë e SBA-s, por nuk u ekstraduan kurrë. Spari kemi Richard Price, i cili hakoi në një grup departamentesh të ndryshme të sigurisë së SBA-s, NASA-s dhe mandje edhe në objektet bërthamore koreane në vitet 90. Ishte aq keq, sa që SBA-ja tha se ai po shkaktonte më shumë dëm se KGB, por ata nuk shkuan kurrë pas tij aq shumë sa pas Gary McKinnon. Më pas kemi Aaron Caffrey, i cili mbylli portin më të zënë të SBA-s në 2001 dhe shkaktoi miliona në humbje për kompanitë amerikane të transportit. Pavarësisht kësaj, SBA-ja nuk shtyu kurrë për ta ekstraduar atë. Dhe së fundmi kemi Andrew Harvey dhe Jordan Bradley, të cilët krijuan një virus që infektoi mijë makina nga 2001 deri në 2003, duke shkaktuar miliona në dëme për kompani dhe individ në SBA. Të dy gjyqet e tyre ishin në MB. Duket thjesht e çuditshme që SBA-ja përdori gjithçka në pushtetin e tyre për të ekstraduar McKinnon, kur në krahasim me hakerat e përmendur më parë, ai nuk bëri shumë dëm. Pra, mendoj se pyetjet përfundimtare janë cilat ishin qëllimet e vërteta pas ekstradimit dhe a pa McKinnon atë që ne e njohim sot si Tic-Tac UFO? 19 mars 2002 është mesi i natës dhe një furgon i zi po shpejtonte nëpër rrugët e Londrës. Brenda janë disa oficerë të policisë britanike dhe të paktën një agent i shërbimit sekret. Objektivi i tyre është një apartament dukshëm i parëndësishëm në rajonin e Wood Green. Pasi mbrin, oficerët kërcejnë nga furgoni dhe vrapojnë drejt apartamentit. Ata thyen shpejt derën dhe imobilizojnë një të ri dhe të dashurën e tij. Megjithatë, këta dy nuk janë objektivi i tyre kryesor. Në vend kësaj, ishin kompjuterat e tyre. Oficerët konfiskojnë shpejt të dy kompjuterat e tyre dhe çdo pajisje ruajtëse të dhënash në apartament. Burri, Gary McKinnon, hidhet në pjesën e pasme të furgonit dhe ai mund vetëm të shikojë ndërsa agentët marrin në mënyrë të paligjshme sendet e tij. Po atë natë, të gjitha artikujt e konfiskuar merren menjëherë në një aeroplan privat dhe dërgohen në Shtetet e Bashkuara, konkretisht në selinë e Departamentit të Mbrojtjes, të njohur si Pentagon. Një haker britanik, akuzuar për thyerje në sistemet e Pentagonit dhe NASA-s, por një prokuror amerikan e quan hakimin më të madh të kompjuterit ushtarak në të gjitha kohërat.
Unë isha në kërkim të teknologjisë së shtypur të referuar si teknologji UFO. Mendoj se është sekreti më i madh i mbajtur në botë. A gjetet atë që po kërkoje? Po, ekziston teknologji UFO. SBA-ja tha se e donte të ekstraduar. Apeloi tek Obama dhe tek Gordon Brown. A duan hakerin e parë kompjuterin ndonjëherë të ekstraduar të jetë një tip që kërkon UFO? Amerikanët thonë se McKinnon është terrorist kibernetik që shkaktoi pothuajse £500,000 dëme në kompjuter ushtarak. Ishte ora 2 e mëngjesit dhe ndërsa të gjithë janë duke fjetur, Gary McKinnon është ulur në kompjuterin e tij. Ai po pi duhan dhe lexon disa dokumenta private që i përkasin Universitetit të Oxfordit. Megjithatë, ai nuk ka asgjë të bëjë me universitetin. Në fakt, ai nuk kishte qenë kurrë atje, por hakimi i Universitetit të Oxfordit, si dhe disa bizneseve, ishte vetëm një provë, një përgatitje për objektivin e tij përfundimtar, hakimi i qeverisë së SBA-s. Pa shkuar në shtrat, ai rivendos sistemin e tij, ndez bashkimin e tij dhe fillon menjëherë skanimin e adresave IP të Pentagonit për porta të cënueshme, dhe pas vetëm disa minutash, ai gjen një portë të hapur 139. Qëllimi i saj është të ekzekutoj shërbimin NetBIOS, i cili në thelbësi ndaj skedarët në pajisje të ndryshme brenda rrjetit të tij, dhe pasi u komprometua, i dha McKinnon një rrugë të drejtë në rrjetin e Pentagonit. McKinnon lundron në përrjet dhe shpejt gjen një makinë aktive për t'u lidhur. Megjithatë, ajo kërkon një fjalë kalim, por McKinnon provon diçka të pazakont, duke klikuar vetëm butonin e lidhjes dhe funksionoi. Pra, po thoni se keni gjetur kompjutera që kishin një status të rangut lartë, status administratori, që nuk kishin vendosur fjalkalimet e tyre, ato ishin ende të vendosura në parazgjedhje. Po, saktësisht. Hapi tjetër ishte instalimi i softwarit të kontrollit në distancë, remotely anywhere, në kompjuterin që kishte akses, dhe edhe njëherë gjithçka funksionoi. Gjatë disa muajve të ardhshëm, McKinnon përdori këtë makinë për të infiltruar kompjutera të tjerë, ndërsa lexonte një grup skedarësh të klasifikuar. Ai has në një skedar të çuditshëm Excel me titullin Oficer jo toksor. Dokumenti përmbante 10 emra që ishin pjesë e disa transferimeve nga flota në flotë. Kjo ishte fitoria e parë kryesore e McKinnon dhe një shenjë se ai ishte në rrugën e duhur për të gjetur prova të forta të UFO-ve.